Shërbimit e Komisariatit të Policisë VAUD-s në bashkëpunim me sektorin për hetimin e krimeve të rënda në drejtorinë vendore të policisë në Shkodër, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative se një shtetës po transportonte një minë me telekomand, kanë organizuar menjëherë ndërhyrjen duke parandaluar një ngjarje të mundshme kriminale. Rreth orave të parë të mëngjesit në fshatin Stajk u ndalua për kontroll automjeti, me të cilin lëvizte i dyshuari. Gjatë kontrollit, shërbimit e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një minë me telekomand të lidhur me një aparat celular për shpërthim në distancë. Gjithashtu sekuestruan në automjeti një maskë dhe 2 telefona celular. Në përfundim të veprimeve të para procedurale, u vënë pranga shtesës me iniciale EB, 38 vjeç banues në spital të Durrësit. Gjithashtu u shpall kërkim shtesës me iniciale EP, 34 vjeç banues të Durrës, i dyshuar si bashkëpunëtor në këtë rast. Në ndërtimin e prokurorisë vjen veprimet hetimore për sqarimin dhe dokumentimin e plot ligjor të rastit, përcaktimin e destinacionit dhe qëllimit të transportit të minës, si dhe identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë.